Me të në Basanjës e Rionmani I cili sfidin e sotme ashtu si dhe tret të më pashmet I ndoqi I jashtë fushës sportive duke vojtur dënimin prej 4 ndeshjes. Një humje ekipit tuaj në shtëpi, se në fakt është e dyta radha si pas asaj në transfer. Si përjetohet nga jashtë, duke pas qenë në pankinë? Është e vështirë ta drejtosh ekipin nga jashtë, por lojtarët nuk po mund t'japin maksimumin ashtu siç I kërkojmë çdo seancë. Pjesa e parë ishte një pjesë e mirë, pjesa e dytë pastaj ishte një tablo tjetër me pjesën e parë. Kundërshtari shfrytëzoi atë pak rastësisht, mori 3 pikë. Çfarë ndryshoi nga pjesa e parë që ishte në avantazh dhe në të dytën kishte 2 gola? Besoj se kundërshtari kishte më dëshirë me fitu lojën sot. Kundërshtari kishte hyrë fushë me më dëshirë me fitu lojën. Situatat në kampin e Basanjës duket se është rënduar pas këtyre 2 humjeve. E vërtet është, neve na duhen pikët, por të shohim ndeshjet e radhës, fitojmë ndeshjet e radhës. Rionmani me këtë ndeshje ka përfunduar atë dënimin nga Komisioni I Disiplinës, do të jeni në pankinë javën e ardhshme? Javën e ardhshme do të ulem do të diskutojmë me presidentin. Besoj se do të jem pankinë, por shohim. Ku luhet ndeshja e ardhshme për ekipin? Barbullush me Molanin. Në Barbullush me Molanin, pra është një derbi I qarkut Shkodrës dhe një komshi vetëm pak kilometra larg njëri tjetrit, një Molan që ka vetëm 1 pikë në tabelën e klasifikimit dhe atë pikë ka marrë në këtë fushë në ndeshjen brenda Basanja Molani. Mendoni që mund të jetë luftë e fortë sportive apo shkoni për fitore? Çdo ekip që është derbi është e fortë. Ndeshja sot u pa që ishte pavarësisht se janë nga Lezhë, shumica e djemve aty janë Shkodran. U pa se ishte dëshira për me fitu meshin dhe shokut. Kështu që edhe me Molanin nuk besoj se do të jetë lehtë. Pozitët e Basanjës janë në fundin e tabelës së klasifikimit, por pa rrezikuar rënjen në kategorinë e tretë. Besoj se të drejtën do të sigurojmë pikë që ne të jena më të sigurt në tabelën e klasifikimit sepse vendi I parafundit shkon play-off, ne jena 1 pikë larg vendit I parafundit. Kështu që do ta shpangim edhe play-offin. Dhe me pas përplanuar patjetër për sezonin e ardhshëm për një Basanja të riformatuar. Të mbarojmë këtë, pastaj për sezonin e ardhshëm do kemi kohë plot. Mbarojmë këto ndeshje që kena këtu, pastaj sezonin e ardhshëm do të mendojmë, do të kena kohë me folë dhe me diskutu shumë gjëra. Suksese profesor. Faleminderit.